Përshëndetje, sot do të flasim për diçka vërtet thelbësore, një histori për lidhjen, ndarjen dhe si të gjejmë rrugën e kthimit. Është një rrëfim që prek zemrën e ekzistencës sonë. Dhe ja ku lind pyetja që ndoshta të gjithë ja kemi bërë vetes në një moment. Kur diçka prishet, kur një lidhje këputet, a ka vërtet një rrugë kthimi? Për ta kuptuar, duhet të kthehemi fillimit, aty ku çdo gjë nisi, në një botë të krijuar në harmoni të përsosur. Imagjinoni pak, në fillim, gjithçka ishte e mirë. Krijuesi e bëri botën, përfshirë edhe njerëzimin, dhe tha se ishte e mirë. Ekzistonte një marrëdhënie drejt për drejt, e paprishur me Zotin, pas një pengesë. Dhe ja ku qëndron çelësi. Kjo lidhje nuk ishte e detyruar. Njerëzimit ju dha liria për të zgjedhur, aftësia për të vendosur lirisht që të qëndronte në këtë lidhje të përsosur. Por diçka ndryshoi. Ajo lidhje e përsosur u këput. Le të shohim se si ndodhi ky moment vendimtar i ndarjes. Me atë vullnet të lirë, u mori një vendim, një zgjedhje për t'u larguar nga plani i Zotit, për të thënë, unë do të vendos vetë se çfarë është e mirë dhe e keqe, unë do të ndjek rrugën time. Ky veprim quhet mëkat dhe është shumë më tepër se sa thjesht thyerja e disa rregullave. Fjala në thelb do të thotë të humbasësh shenjën, pra të dalësh jashtë qëllimit për të cilin jemi krijuar. Është vetë akti që e këputi atë marrëdhënie të parë. Dhe kjo këputje krijoi një pasojë të thellë, një hendek, një humner që dukej absolutisht e pakalueshme. Le të shohim se çfarë do të thotë kjo. Ky hendek është një problem serioz. Pse? Sepse Zoti është i shenjtë, i përsosur dhe i drejtë. Ai nuk mundet thjesht të injorojë këtë këputje. Drejtësia e tij kërkon një zgjidhje. Përpjekjet tona për ta rregulluar vetë situatën janë të pamjaftueshme përballë përsosmërisë së tij. Dhe pasoja përfundimtare është e prerë. Paga, pra çmimi, për këtë ndarje është vdekja, një ndarje e përhershme nga vetë burimi i jetës. Mund ta mendojmë si një borxh. Një borxh i pamatshëm që ne, njerëzit, nuk kishim absolutisht asnjë mundësi ta shlyenim vetë. Pra, gjendja e njerëzimit u bë kjo, të humbur, të ndarë nga krijuesi ynë, pas një rrugdalje. Por pikërisht këtu, historia merr një kthes dramatike, të pabesueshme. Në vend që të na braktiste, Zoti dha një përgjigje radikale dhe e paimagjinueshme. Një urë u ndërtua. Zgjidhja për këtë problem të pamundur, ura mbi atë hendek të thellë, ka një emër: Jezu Krishti. Pra, kush është Jezusi? I shtyr nga një dashuri e pamas për njerëzimin, Zoti dërgoi birin e tij të vetëm. Jezusi jetoi jetën e përsosur, pa mëkat, që ishte planifikuar për ne. Kështu, Jezusi u bë zgjidhja e Zotit, e vetmja rrugë për të rindërtuar atë marrëdhënie të prishur. Dhe ja si e ndërtoi ai këtë urë, së pari në kryq. Aty, Jezusi mori vullnetarisht mbi vete ndëshkimin e plot për çdo gabim tonin. Më pas, ai u vendos në varr, duke vdekur fizikisht në vendin ton dhe duke e paguar borxhin plotësisht. Por historia nuk mbaron këtu. Në ditën e tretë, Zoti e ringjalli Jezusin nga të vdekurit. Ai e mundi vdekjen, duke dëshmuar një herë mirë se sakrifica e tij ishte pranuar plotësisht. Pra, kjo urë ekziston, Zoti e ka siguruar. Tani, pyetja është si e kalon dikush ato? Cila është rruga drejt ripërtëritjes personale? Vetë Jezusi e bëri shumë të qartë kur tha: "Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje." Kjo thekson se përpjekjet tona personale nuk mjaftojnë. Pa Jezusin, ndarja mbetet. Pra si funksionon kjo në praktik? Ka 3 hapa kryesor. Hapi i parë, kthehu. Ky është një vendim i ndërgjegjshëm për të u larguar nga jeta e përqendruar te vetja dhe për t'u kthyer drejt Zotit. Hapi i dytë, kërko falje. Thjesht thuaj Zotit se të vjen keq që ke ndjekur rrugën tënde. Dhe së fundit hapi i tretë dhe vendimtar, beso dhe shpall. Kjo do të thotë të thuash me zë të lartë, nga thellësia e zemrës, se beson se Jezu Krishti është biri i Zotit, se ai mori ndëshkimin që meritonim ne në kryq, se ai vdiq dhe se Zoti e ringjalli atë nga të vdekurit. Dhe ky është një dallim thelbësor. Kjo nuk është fe, e cila shpesh është përpjekja jonë për të arritur Zotin përmes veprave të mira. Jo, kjo është një marrëdhënie. Ka të bëjë me pranimin e një dhurate falas, dhuratën e hirit të Zotit, thjesht përmes besimit.
E po, çfarë ndodh kur dikush e kalon këtë urë, kur e bën këtë zgjedhje? Rezultati nuk është thjesht një ndryshim i vogël, është një transformim i plot. Ky vendim sjell premtimin e një realiteti krejtësisht të ri. Fillon një jetë e re. Marrëdhënia e prishur me Zotin, plotësisht e ri për të rirë. Dënimi për të kaluarën, zhduket. Statusi i ri, bëhesh një fëmijë i Zotit. Dhe jeta merr një kuptim dhe qëllim të ri, të ecësh në planin e mrekullueshëm që Zoti ka për ty. Dhe kjo pikë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Nuk duhet të përpiqesh të përmirësohesh apo të bëhesh i denj përpara se t'i afrohesh Zotit. Jo, ndryshimi i vërtet, transformimi i brendshëm ndodh pasi t'jetë bërë zgjedhja. Mund të vish ashtu siç je, me gjithçka. Dhe kjo na lë me një mendim të fundit, një pyetje për ta marrë me vete. Me gjithë këtë që kemi parë, po sikur një fillim krejtësisht i ri të mos ishte diçka për të pritur, por diçka që është e mundur, pikërisht sot,